mendoj që kryesorja është mbrojtja nga dielli. Ka ekzistuar në rrjetet sociale, tani është dukur fytyra e një zotrie që punonte shofer kamioni, me sa e di unë, edhe një pjesë bënte gjithmonë të njëjtën rrugë, kështu që një pjesë e fytyrës ekspozohej çdo ditë nga dielli, një pjesë jo. Dhe tregohej që pjesa e ekspozuar ishte e rënë, e varur, pa jetë, dhe pjesa jo e ekspozuar ishte shumë vitale. Okay. Shumë e re, le të themi. Dhe kjo u bë shumë virale në atë moment kur u kthye SPF-ja. Dhe tani është një trend i ri që SPF-ja dëmton. Dhe unë kam parë që nuk e di se si njerëzit mund të kenë më shumë frikë nga një dëmtim i SPF-s se sa nga një kancer i lëkurës. Unë këtë gjë nuk e kuptoj. Si mjeke nuk e kuptoj. Dhe mund të dëmtoj, po dhe ushqimet që ne ham dëmtojnë. Çdo gjë dëmton. Dhe ne duhet kthehemi tek e keqja më e pakët. E vërtet për gjetur atë balancën. Për të gjetur balancën tonë. Okej, çfarë ndryshimi kanë SPF-t sa i përket nivelit të tyre, 30, 50? Asnjë ndryshim. Asnjë ndryshim? Asnjë ndryshim. Ka 0.0.01 vlerë shumë të paimagjinueshme. Të paimagjinueshme. I vetmi çelësi ka SPF-ja është që zgjat vetëm 2 orë gjysmë. Duhet riaplikim, për arsye se pas 2 orësh gjysmë, zëre se nuk e ke aplikuar fare. Okej, po kur ti vë make-up që të duhet për të gjithë ditën, si do t'ja bësh? Duhet një make-up me SPF. Okej, në Absolutisht. Mirë, tani gjumi. Gjumi ka një rëndësi shumë të madhe, besoj, për lëkurën. Sa duhet kujdesemi për këtë, edhe hidratimi, edhe stresi, janë të gjitha që reflektohen në rrudhat tona të fytyrës. Shiko, sa do që të thot një mjek që duhet të flesh mirë, duhet të hash mirë, është në dorë të gjithë secilit nga ne që ta ndjekim atë këshill. Dhe është shumë i rëndësishëm dhe unë mendoj që është trajtimi estetik më i lirë që ekziston. Gjumi dhe ushqimi. Domethënë trajtim estetik më të lirë se ato të dyja nuk ka. E vërtet. Tani do të ndalem pak tek disa pyetje të shkurtra. Vajzat sot kujdesen më shumë për skincare apo për make-up? Mendoj që për make-up kujdesen më shumë. Duhet të kujdesen për më shumë për fytyrën. Një fytyrë e bukur nuk ka nevojë për make-up fare. Fantastike. Cili është produkti më i mbivlerësuar i skincare sipas jush? Produktet koreane. Okej, marketingu i tyre nuk mundet sot për sot, po. Ka bërë punë shumë bindëse. Një trend beauty që ju bën të thoni mos e provoni në shtëpi. Microneedle. Çfarë është? Mikrogjilpora. Kam parë që kanë dalë në rrjetet sociale një microneedle i cili pacienti, çdo njeri nga ne mund ta marrë dhe ta blejë në shtëpi dhe ta përdori vet. Problemi i microneedling, këto mikrogjilpora, është higjiena. Sepse ne kur e bëjmë në klinik, kur e trajtojmë, jemi shumë të kujdesshëm me higjienën. Dhe një njeri në shtëpi që nuk ka një background mjekësor, le të themi, nuk e di higjienën se si duhet të trajtohet fytyra para dhe pas trajtimi, apo vet pajisja si duhet të trajtohet gjatë këtij trajtimi. Gjenden sot në farmaci? Gjenden, jo në farmaci, po online kam parë shumë që shiten dhe janë në çmime qesharake, le të themi, është shumë të lira, po. Dhe problemi është e higjiena dhe përdorin këto në shtëpi, kanë infeksione pas përdorimit të këtyre dhe pastaj të drejtohen te klinikat. Ku ne detyrohemi përdorimin e antibiotikut pas asaj sepse nuk kemi çfarë të bëjmë. Ju kanë ardhur raste të tilla që kanë përdorur? Kanë ardhur te goca të reja, po. Wow. Okej, unë ishte hera e parë që dëgjoj. Sa rrezikshme është të kopjosh trajtimet që shikon online? Pra, një prej tyre ishte kjo që sapo përmende, sudokremi që e përmendëm pak më lart. Dhe pa diskutim, një tjetër që besoj do të ishte në të mirë gjithë atyre që po e bëjnë ndërkohë. Përveç këtyre, çfarë mund përmendesh tjetër? Njerëzit nuk janë njësoj. Kjo është e bukur e njerëzimit, që jemi të gjithë të ndryshëm, kemi të gjithë perfeksionet tona, veçantitë tona, dhe unë mendoj kjo është gjëja më e bukur dhe çfarë funksionon për dikë, nuk funksionon për një person tjetër. Dhe pa një konsult mjekësore, unë mendoj që as hidratanti nuk duhet përdoret në fytyrë. Okej. Aq e rëndësishme është fytyra. Okej. Cili trend tjetër mendoni se do të zhduket shumë shpejt? Me qenë se jeni brenda kësaj bote. Shumë shpejt.
Unë mendoj që filleri do zhduket shumë shpejt, më saktë do zvendcohet, që ka filluar të zvendcohet me plazmën e njeriut. Në mënyrë që në vend të fillerit që është diçka e krijuar në laborator, ne kemi filluar përdorim plazmën e gjakut të pacientit për të krijuar një filler-like, diçka që jep volum dhe hidratim. Zgjat shumë herë më pak, po është shumë herë më safe, më sigurt, qoftë dhe ne që aplikojmë, qoftë dhe pacienti që e merr. Interesante. Po për flokët, cilat janë këto teknikat e reja të trajtimit dhe mirëmbajtjes së flokut, sepse edhe këto reflektojnë pa diskutim stresi i tepërt, e reflekton rënien e tyre, dëmtimin e tyre dhe të pothuajse të njëjtat gjëra që janë për fytyrën janë edhe për flokët. Biostimulusit e flokëve, rigjeneruesit e flokëve, të gjitha janë me injektim. Aparatura që un kam parë që janë realisht shumë efektive. Siç është pajisja që është mekanikisht që stimulon flokët të rigjenerohen. Ka shumë mënyra që të parandalohet rënja e flokëve dhe ADN-ja e salmonit është parë të përdoret edhe te flokët. Okej.